Materiali ditën e sotme është shumë i bukur. Do thuash ti pse, ti kështu thua gjithmonë. Unë e kam lexuar edhe më përpara dhe vërtet. Po nuk e diskutoj, unë që e ke lexuar. Vërtet ishte surprizë kur e pash. Po, dhe është vërtet shumë i bukur. Mirë, okay. Atëherë materiali quhet Mos u dashuro marrëzisht, quhet autori Can Yücel, nuk e di e kam lexuar mirë apo jo, është autor turk i cili njihet shumë për stilin e veçantë që ai ka. Do thoni ju pse kaq interesante historia. Të gjithë zakonisht shkruajnë dashurisë, thonë që duhet dashurosh shumë, që kështu, që ashtu, që ti si jeton dot pa atë. Ndërkohë ky autor është krejt e kundërta, të sugjeron se si mos të dashurosh marrëzisht me shpirt, sepse një ditë ti do ta humbësh dhe humbja do të jetë shumë e madhe. Po mënyra se si e tregon është shumë interesante, kështu që e lexojmë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Mos u lidh pas një gjëje kaq marrëzisht. Mos thuaj kur nuk uroj dot pa të. Mos thuaj edhe pikë, sepse edhe mund të rosh. Nuk ka nevojë për fjalë kaq të fisme. Vetëm mos dashuro kaq shumë, sepse do të thyesh kur do të doj më pak. Edhe ajo gjithsesi do të doj më pak. Po nuk dashurove shumë, nuk do të kesh as dhëmshuri. Po nuk zotrove shumë, as nuk do t'i përkasësh kujt. As dorën edhe këmbën do të mos ja përvetëso. Sillu sikur s'të përkasin ty. Se kur mos të kesh gjë prej gjëje, s'do t'i kesh frikë as nga humbjet. Sillu sikur mundesh edhe pa to. Kur nuk ke për shembull shumë gjëra në shtëpi, edhe lirshëm mund të ecësh në të. Po deshe patjetër të kesh diçka të tënden, vijën e horizontit zotroje. Qiellin të tërë, diellin, hënën, yjet. Bie fjala le të jetë ylli polar, imi është thuaj. Nëse patjetër do të duash të zotrosh diçka, bëje ylberin tënd përgjithmonë. Nëse patjetër dëshiron ti përkasësh dikujt, jep-ju ngjyrave. Portokallis apo të trëndafiltës për shembull. Jeto pa zotruar shumë edhe pa qenë i zotruar. Trajtoje jetën sikur çdo çast mund të të shkas nga duart, po edhe sikur e jotja do të jetë gjithmonë, duke ju ngjitur pandashëm e duke e mbajtur përkindesh.